Vazhdojmë. Çfarë na duhet për të krijuar hijen? Një lek tektore, një tabak letër e bardhë dhe një model i prerë. Atëherë përshkruajmë eksperimentin dhe themi se si mund ta zvogëlojmë ose ta zmadhojmë hijen. Si mund të përcaktojmë pozicionin e diellit duke u nisur nga hija e krijuar? Nxjerrim rregullin. Përhapja dhe reflektimi i dritës. Lexojmë informacionin. Hëna nuk është burim drite, ajo pasqyron dhe përhap dritën e diellit. Vizatoni disa objekte dhe me ndihmën e shigjetave paraqisni drejtimin e dritës. Pasqyrimi i dritës, drita lëviz në vijë të drejtë. Sipërfaqet e rrafshta të lëmuara dhe të ndriçme i kthejnë mbrapsht rrezet e dritës në të njëjtin drejtim, ndërsa sipërfaqet jo të ndriçme i shpërhapin rrezet e dritës. Kjo është arsyeja pse ne i shohim imazhet në pasqyrë. Cilat objekte të tjera mendoni se e pasqyrojnë dritën, pra përveç pasqyrës? Thyrja e dritës, por thyrja nuk është gjë tjetër veç se ndryshimi i drejtimit të dritës. Drejtimin e dritës e ndryshon në anë të pasqyrimit. Shpjegoni shembullin e dentistit me pasqyrat e vogla që përdor ai. Ju uroj punë të mbarë.